Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit Warzone, të cilën si gjithmonë ja kemi dedikuar armatimeve. Ukraina gjatë luftës me Rusin u kthye në një nga vendet kryesore të prodhimit të dronëve, madje një pjesë të forcës së saj ushtarake pikërisht e ka në dronët, po jo vetëm ato ajror, por edhe detar. Mjafton të themi disa shifra për të kuptuar se çfarë bëjnë dronët detar. Një dron detar i quajtur Magura i prodhimit të Ukrainas kushton vetëm $250.000, pra ka një kosto relativisht të ulët në krahasim me sistemet e tjera të dronëve si Bayraktar, Reaper ose të tjerë. Por e veçanta e këtyre dronëve është se janë të dedikuar për të dëmtuar flotat detare dhe këtë ka bërë më së miri Ukraina duke goditur flotën e detit të Zi, duke shkatruar të gjithën atë dhe duke bërë që ajo të tërhiqet në bazat e saj të sigurta. Por çfarë janë dronët Magura? Për këtë flasim me Redionin. Redion, çfarë janë këta dronësh të cilët kanë ndryshuar faktikisht fatet e luftës për sa i përket pjesës së detit të Zi? Po ky droni Magura është një dron kamikaze i cili vërtet ka ndryshuar balancën e fuqisë detare duke neutralizuar avantazhin tradicional që ka patur ushtria ruse dhe dominancën në detin e Zi. Ai është ndërtuar për herë të parë në vitet 2022 nga Ukraina dhe është futur në përdorim në 2023-shin dhe ku është përdorur për një sër operacione sabotimi në porte të ndryshme ushtarake, por edhe drejtpërsë drejtë në infrastrukturën detare. Ky është një dron që ka një gjatësi diku te 5.5 metra dhe një gjerësi 1.5 metra. Kështu që për masa mund të duken të mëdha, por në fakt ka një profil jashtëzakonisht të ulët në det, pra lundron shumë afër, le të themi, me sipërfaqen. Pesha totale e tij është 1000 kg, prej të cilave 320 janë eksploziv. Dhe 320 kg nuk është një masë e vogël në momentin e shpërthimit, mund të shkaktojë dëme të mëdha. Shpejtësia e tij është relativisht e lartë, 80 km/h dhe mundet dhe ka një rrezë veprimi 800 km. Pra trupat përgjithsisht ajo përdoret në operacione speciale, po trupat e operacioneve speciale e vendosin këtë në brigje të improvizuara dhe nga aty e nisin drejt objektivave që ndodhen në brendësi. Navigon përmes autopilotit dhe sigurisht me sistem GPS-i për të shkuar në koordinatët e saj. Është e pajisur me kamera dhe sensor tepër të avancuar dhe në veçanti me kamera infrared, të cilët jo vetëm që i japin inteligjencë në fazat e fundit të terminale, pra të goditjes së objektivit, por në të njëjtën kohë mundsojnë edhe një precizion më të madh në objektiv. Pra në rast se duhet të ndërhysh në fazën finale, mund ta bësh këtë gjë fal një imazherisë tepër të avancuar që ofron. Ka detektim tepër të ulët nga radarët për shkak të këtij profili të ulët, por në të njëjtën kohë është i pajisur edhe me sistem jamming, pra që dhe në të njëjtën kohë anti-jamming, që nuk kupton nuk lejon perceptimin nga radarët kundërshtar, duke bërë jamming në nivel në një rrezë të shkurtër rreth veprimit, dhe nga ana tjetër nuk lejon që të interceptohet dhe sistemet elektronike të këtij droni të shpërqendrohen nga trupat armike. Ka një autonomi të lartë veprimi dhe është në gjendje që ta ndjek objektivin për një distancë goxha të gjatë. Profili i ulët, që thashë, bën të vështirë edhe në përmbrojtje nga ato që quhen close-in weapon systems, që janë sisteme automatike tashmë, të cilët në momentin kur perceptojnë kërcënimin, ne i kemi parë të vendosura në pranie, ato janë zakonisht me kulla vrojtimi, në momentin kur e perceptojnë, lëvizin automatikisht dhe angazhojnë. Por për shkak se ka këtë profil të ulët dhe ka këtë sisteme jamming, bëhet tepër e vështirë për të goditur dhe rrjedhimisht edhe suksesi i saj. Kjo ka qenë ndërpajisje që praktikisht, siç e përmendet e ti, e ka detyruar Rusin të tërhiqet nga deti i Zi dhe ka goditur një sër anijesh të mëdha me emër ruse. Dhe një nga detajet më të veçanta të këtij lloj sistemi të Magura është se Ukraina ka arritur madje të instalojë dhe raketat R-73 që janë raketa antiajrore në bordin e Magura 5 për t'i përdorur dhe madje janë përdorur edhe 2 herë. Hera e parë ku ato kanë bërë neutralizimin e një objektivi ka qenë në 31 dhjetor të 2024, pra gati një vit më parë, ato kanë bërë neutralizimin pikërisht me raketat R-73 të një helikopteri Mi-8 dhe është rrëzuar, ka qenë dhe premiera kjo e goditjes nga një dron detar e një mjeti fluturues. Gjithashtu në 2025, në maj të 2025, vetëm përsëri me një raketë R-73,
është rrëzuar një avion Su-30, pra një avion që ka kosto rreth $50 milion. Pra imagjino një sistem që kushton vetëm $250.000 dhe nëse edhe nuk godit objektivin, nuk është një problem shumë i madh, ka arritur të rrëzojë një sistem nga më të avancuari, një Su-30, Sukhoi 30, një avion rus shumë të avancuar që kushton $50, por mos $50 milion, që mos thonë që sistemet më të avancuara të Su-30-s e çojnë atë koston deri në $104 milion. Pra një avion njerëzisht. Nevoja ka shtyr Ukrainën që të jetë inovatore në këto kushte të vështira, kështu që bën sens. Për të kaluar në një konflikt tjetër dhe bëhet fjalë për në atë mes SBA-ve dhe Venezuelës. SBA-t krahas avionëve F-35 dhe një pjesë të madhe të marinsave, por dhe të flotës detare, kanë çuar aty edhe avionët F-18 Hornet, një nga emblemat mund t'i quajmë të ushtrisë amerikane që prej forcave detare që prej luftës së gjirit në 1991. Po, ashtu si që është F-16 është ndërtuar për forcat ajrore, tipikisht pra për forcat ajrore, F-18 është sistemi që përdorin kryesisht forcat detare, pra pilotët, aviatorët e forcave detare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kryesisht kjo është sepse lejon një shkëputje shumë të lehtë nga pistat e aeroplanëmbajtësve. Pra mund të ketë një distokim jam projektuar pikërisht për këtë gjë. Po si sistem, le të themi, është tepër i ngjashëm me atë të F-16-s. Është zhvilluar për herë të parë në vitet 70, pra Hornet e parë, dhe është futur në shërbim në 83-shin. Kjo ka qenë Horneti, pra versioni i parë, F-18-a, C-ja dhe D-ja. Më pas Super Hornet, që mund ta kemi dëgjuar edhe në shumë nga këto filmat me Top Gun e tjerë, versioni E dhe F është zhvilluar nga fundi viteve 90 dhe është futur në shërbim në 99-ën. Ky është praktikisht një avion që është përdorur në pothuajse çdo konflikt që Amerika mund të jetë përfshirë në këto 30 vite fundit, që nga vitet 90 po themi edhe në ditët e sotme. Disa nga specifikat, edhe më shumë këtu për të krahasuar, pra Hornet me Super Hornetin. Hornet është pak më i vogël, 17 metra i gjatë, përkundër 18.3 Super Hornet. Ka një hapje krahësh 12.3 metra, përkundër 13.6 versioni më i avancuar. Një peshë maksimale diku te 23.500 deri në 29.900 tjetri, pra pothuajse 30.000 kg, versioni më i avancuar i tij. Shpejtësia maksimale, këtu është ndoshta diferenca. Hornet versioni i parë i avionit ka një shpejtësi 1.8 Mach, ndërsa versioni më i ri, pak më i avancuar, është 1.6. Është më i shpejt, më pak i shpejt, por nga ana tjetër është më i optimizuar dhe ka manovrueshmëri më të lartë, që është esenciale për natyrën e sulmeve që bën ky lloj avioni, që janë të projektosh fuqi dhe të goditje të precizuara brenda një rreze specifike. Pra nuk është kriter për këta avion të udhëtojnë distanca të mëdha, por është kriter që të jenë në gjendje të bëjnë dogfighting, pra luftën ajër me avion të tjerë dhe të kenë manovrueshmëri të lartë.